Ish-kryebashkiaku i Himarës Jorgo Goro do të shlyej në qeli dënimin e formës së prerë prej 6 muajsh e 10 ditësh burg për dosje në të cilën akuzohet se i ka dhënë në mënyrë të palishme pasardhësit të tij të komanduar Ercile Bollano një pronë në Bregdet. Vendimi u dha këtë të martë nga gjykata e posaçme e shkallës së parë, e cila rrezoi kërkesën e Goros për njohjen e shlyerjes së dënimit. Disa javë më parë, apeli i posaçëm shpalli vendimin e fajsisë dhe pas përllogaritjes së ditëve të burgimit për këtë dosje, SPA urdhëroi rikthimin në qeli të ish-kryebashkiakut. Goro ishte liruar më 29 gusht të vitit të kaluar për dënimin e parë, ku akuzua për shpërdorim detyre dhe fshehje pasurie lidhur me një pronë ku përfitues fundor ishte Artan Gaçi, bashkëshorti Olta Xhaçkës. Vendimi i apelit për rastin Bollano konfirmoi dënimin me 2 vite burg, i cili për shkak të gjykimit të shkurtuar u reduktua në 1 vit e 4 muaj heqje liria. Jorgo Goro u arrestua më 23 mars 2024, ndërsa gjatë hetimit dhe gjykimit në gjykatën e posaçme kërkoi vazhdimisht pafajësinë. Ndërkohë më herët Goro kishte vuajtur 17 muaj burg nga një tjetër dënim prej 2 vitesh e 20 ditësh, që lidhej me tjetërsimin e një sipërfaqeje prej 10.000 metra shkatror tokë në zonën e Gjilekës në Himar, në favor të Artan Gaçit, i cili mori statusin e investitorit strategjik nga qeveria. Edhe në atë rast ai përfitoi ulje dënimi për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar, duke u liruar më herët.